A wise one always agrees with God, knowing that God's instruction brings us into His will, and when we are in His will, we are going to receive His provision. He is going to work in our lives and in our situations in order that the goodness of God is manifested in us and through us, so that ministry can be done. Një njeri I mençur gjithmonë bie dakord me Perëndin, duke e ditur se udhëzimet e Perëndis na çojnë brenda vullnetit të Tij. Dhe kur ne jemi brenda vullnetit të Tij, ne do të marrim bekimet e Tij. Ai do të punojë në jetën tonë dhe në situatat tona, në mënyrë që mirësia e Perëndis të manifestohet në ne dhe përmes nesh, që të mund të bëhet shërbesa. Kemi një lidhje të fortë mes besnikërisë ndaj shkrimit dhe përmbushjes së punës së Perëndis. Kemi disa muaj që po studiojmë librin e Romakëve dhe javën e shkuar filluam kapitullin e fundit, kapitullin 16. Dhe në dash Zoti, gjatë këtij programi do ta përfundojmë të kapitull të fundit. Javën e shkuar pam diçka. Perëndia po na fliste neve për një grua. Dhe javën e kaluar pam diçka. Perëndia po na fliste për një grua që u përdor fuqishëm nga Perëndia, e cila ishte një bekim për apostullin Paul. Por askund në këtë shkrim nuk na thuhej se ajo ishte pastore ose mësuese mbi burrat. Dhe ne na duhet të kuptojmë se vetëm kur I nështrohemi udhëzimeve të Perëndis, atëherë dhe vetëm atëherë fuqia e Perëndis, bekimet e Tij, urtësia e Tij dhe veprimi I Tij do të jenë në veprim në rrethanat tona. Prandaj bëj vetes një pyetje shumë të rëndësishme, dhe ajo është kjo: a e dua vërtet aktivitetin e Perëndis në jetën time? A dua vërtet të udhëhiqem drejt vullnetit të Tij? Të jem brenda vullnetit të Tij që Perëndia të përlëvdohet? Ekziston një marrëdhënie midis lavdisë së Perëndis dhe bindjes së popullit të Tij ndaj shkrimit. Well, let's begin. Look with me to where we left off last week, Romans chapter 16. And we're going to begin with that 17th verse. And in actuality, that le të fillojmë. Shikoni me mua aty ku e lam javën e kaluar, te Romakëve kapitulli 16. Dhe do të fillojmë me vargun e 17. Dhe në të vërtetë, I njëjti mesazh I besnikërisë ndaj shkrimit po përmendet në këtë varg. Le të fillojmë. Po flet Pali dhe na thot: Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër. Vëllezër, si vëllezër ashtu edhe motra, me fjalë të tjera, besimtar. Dhe Pali dëshiron që t'i nxjisë ata. Dhe kjo është një fjalë nxitjeje për të bërë atë që duhet, për të bërë atë që është e drejtë në sytë e Perëndis. Dhe në këtë kontekst, fjala të nxjisë mund të mos jetë mjaftueshëm e fortë. Ajo përmban edhe kuptimin e këshillimit me ngulm, të nxitjes së dikujt, duke I dhënë një motivim të madh për të bërë atë që është e drejtë. Mund të thoni: po, si ta di unë se cila është gjëja e duhur? Ajo gjendet në këtë libër. Bindja ndaj shkrimit më vendos në pozicionin e duhur dhe më pajis për të bërë atë që është e drejtë. Tani vini re se çfarë thot ai këtu. Po lexoj të gjithë vargun. Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, që të bëni diçka, të ruheni. Tani kjo është fjala për të cilën në shqip kemi shprehjen të këqyrim diçka. Do të thotë ti jesh vigjilent, ti kushtosh vëmendje, shpeshherë asaj që përbën një kërcënim. Ne e dim diçka, ne e dim se kemi një armik, dhe ai armik dëshiron të sjellë fatkeqësi në jetën tonë. Ai është akuzuesi dhe dëshiron të shohë turp në jetën tonë, në mënyrë që ne të bëhemi marrës të ndëshkimit të Perëndis. Perëndia është krejtësisht ndryshe. Perëndia na do. Ai nuk dëshiron që ne të përjetojmë fatkeqësi, por dëshiron që ne të kemi jetë, një jetë me bollëk, në këtë botë dhe në botën që do të vijë, pra në mbretërinë e Perëndis. Ai dëshiron të na bekojë, ai dëshiron që ne të jemi marrës të premtimeve të Tij. God is quite different. God loves us. He doesn't want us to experience adversity, but He wants us to have that life, a life of abundance in this world and the world to come, that is, in the kingdom of God. He wants to bless us. He wants us to be recipients of His promises. But again, the only way for us to be recipients of the promises of God. Por përsëri, e vetmja mënyrë që ne të jemi marrës të premtimeve të Perëndis, të bekimeve të Perëndis, është që ta gjejmë veten në vullnetin e Perëndis, dhe gjithashtu duke bërë atë që ai do që ne të bëjmë. Dhe përsëri, si do t'i dija unë se cilat janë këto gjëra? Vetëm përmes shkrimit. Dhe kjo është arsyeja pse kaq shpesh ai armik sulmon autoritetin e këtij libri dhe faktin se në të nuk ka asnjë gabim. Ai është një libër I shenjtë, një libër që zbulon të vërtetën e Perëndis. Pra Pali thot: tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni. Një fjalë që tregon se duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me çfarë. Pastaj na thot nga përçarjet.
Tani, ja ku qëndron problemi. Ne do të gjejmë unitet në bindjen ndaj shkrimit. Por kur njerëzit thonë gjëra të tilla si, po kështu e sheh ti. Unë kam një të vërtet tjetër. Unë i shoh gjërat krejtësisht ndryshe dhe nuk i marr të gjitha gjërat kaq fjalë për fjalë në shkrim. Po kur njerëzit kanë qëndrime të tilla, e dini se çfarë do të ndodh? Do të ndodh pikërisht kjo, përçarjet. Por vini re se nuk flet vetëm për përçarje. Po vini re çfarë thot tjetër. Gjithashtu dhe prej kësaj rrjedh dhe fjala skandal. Ekziston një lidhje midis fjalës skandal dhe turpit. Kur ka një skandal, dikush turpërohet, dikush ndihet i turpëruar. Dhe ajo që ndodh është kjo. Kur ne nuk e kemi fjalën e Perëndis si autoritet për jetën tonë, kur nuk i përqasemi shkrimit si e vërteta e Perëndis, duke e konsideruar të domosdoshme të bindemi dhe ta marrim fjalë për fjalë, kur nuk e bëjmë këtë, si përfundim do të ketë përçarje. Dhe kjo përçarje do të sjellë veprime skandaloze. Vetëm duke u bindur fjalës së Perëndis, ne gjejmë gjëra të tilla si pastërtia, shenjtëria dhe mirësia e Perëndis. Këto gjëra që janë të virtytshme, por kur ndjekim rrugën tonë, duke mohuar autoritetin e shkrimit, duke u rebuluar kundër udhëzimeve të shkrimit, do të ndodhin skandale. Dhe vini re se çfarë thot ai këtu për disa. Renditja e fjalëve këtu është disi ndryshe nga ajo që keni ju në Biblën tuaj. Unë po shoh tekstin në greqisht, dhe ai thotë që të largohemi nga ata që janë kundër doktrinës që keni mësuar. And holiness and the goodness of God, those things that are virtuous. But when we go it our way, denying the authority of Scripture, rebelling against the instructions of Scripture, scandals are going to come. And he says here, notice, there are those, and the word order is somewhat different here than in your Bible. I'm looking at the Greek text, and it speaks about those that from, it says, the teaching from which you've been taught. So Paul says you've been taught right, but from the teaching that you've been taught, there are those. Pra, Pali thot se ju jeni mësuar siç duhet, por për sa i përket doktrinës që keni mësuar, ka nga ata që çfarë duan të bëjnë. Ka nga ata që po i thonë të largoheni nga kjo e vërtet, nga këto gjëra që keni mësuar, nga këto gjëra që janë të shëndetshme biblikisht. Prandaj sa herë që fjala e Perëndis shpallet me saktësi, kjo gjithmonë do të tërheqë armikun. Ai do të dëshirojë të veprojë për të sjellë një ndryshim. Do të dojë që kjo e vërtetë të lihet, të ndryshohet, sepse kur e vërteta e Perëndis kompromentohet, kur hidhet poshtë, kur nuk besohet, kur themi, po kjo ishte për në atë kohë, sot është ndryshe. Kjo funksionoi për atë brez, por ne jemi një brez i ri. Ne jemi më të ditur, jemi më të zgjuar se ata. Ne i shohim gjërat ndryshe, ne jetojmë në rrethana të tjera. Sa herë që flasim në këtë mënyrë, kjo është një ftesë për armikun. E dini se kush gëzohet për këtë? Armiku, Satani. Ai djalli i lashtë. Ai gëzohet kur ne nuk i bindemi fjalës së Perëndis, kur dyshojmë në autoritetin e shkrimit. Dhe shikoni, mendoni vetëm për një çast. Ndodhi për shkak të Evës në kopshtin e Edenit, e cila dyshoi në autoritetin e fjalës së Perëndis dhe tha se do ta shikonte vetë fjalën. Dhe kur Perëndia tha, "Ky nuk është ushqim për ty, mos e ha, sepse do të sjellë vdekje." Ajo e pa vetë atë, dhe sipas këndvështrimit të saj, ajo tha se ishte i mirë. Dhe për shkak se ajo mori vendimin vetë, në vend që të nështrohej zbulesës së Perëndis, mendoni se çfarë ndodhi si pasojë kësaj? Vdekja. Erdhi vdekja për të gjithë botën. Dhe jo vetëm vdekja, por edhe luftrat, sëmundjet, lëngimet dhe konfliktet. Çdo gjë që nuk ishte e mirë erdhi sepse ajo vendosi të bënte gjërat vetë, të ndiqte rrugën e saj, të mbështetej në zgjuarsinë e saj, në vend që të mbështetej në autoritetin e shkrimit. Dhe unë po ju premtoj diçka. Kur ne dyshojmë në fjalën e Perëndis, ne po themi, unë dua probleme. Dua fatkeqësi, dua dhimbje, dua vuajtje, dua dëshpërim, i dua të gjitha këto gjëra të këqija. Mos, më dëgjoni pak, mos dyshoni në fjalën e Perëndis. Kuptoni se ky është autoriteti i Perëndis mbi jetën tuaj. Dhe ajo fjalë biblike në greqisht exousia nënkupton se me autoritetin vjen fuqia dhe të dyja shkojnë krah për krah. Prandaj ka nga ata që po krijojnë përçarje, që po shkaktojnë skandale, sepse duan t'ju largojnë nga e vërteta që është mësuar. We are saying, I want problems, I want adversity, I want pain, I want suffering, I want despair, I want all these bad things. Do not, hear that, do not doubt the Word of God. Realize that this is authority, God's authority over your life, and that biblical word in Greek, exousia. With authority comes power. They go hand in hand.
So there are those who are making divisions, who are causing things to be scandalous because they want to turn you away from the truth that you have been taught. Look now to verse 18. Now we're going to talk more about those people. Verse 18. Tani shikoni te vargu 18. Tani do të flasim shumë për këta njerëz. Në vargun 18. Sepse ata, shikoni pa këtu, nuk I shërbejnë Zotit ton Jezu Krisht. Dhe kjo është e vërtet. Kur ne mohojmë të vërtetën e Perëndis, ne nuk mund të shërbejmë dot më Zotit ton, Krishtit. Ai nuk është më Zoti ynë. Nëse e refuzojmë fjalën e Tij, vetëm përmes fjalës së Perëndis ne mund ta kuptojmë se Ai është Zoti ynë. Dhe sa e mrekullueshme është që ta kemi Krishtin si Zot të jetës sonë. Sepse në këtë mënyrë ne mund të marrim gjërat e mira të Perëndis, kur ne ecim në bindje ndaj autoritetit të Zotit. Pra këtu na thot, sepse ata, mund ta përkthejmë kështu, janë kundër Zotit ton Jezu Krisht, janë kundër Tij, sepse ata nuk I shërbejnë, ata nuk I shërbejnë Zotit ton, por kujt po I shërbejnë? Këtu në mes të vargut 18 na thuhet, por barku të tyre. Dhe jo vetëm kaq, por vini re se çfarë bëjnë tjetër. Na thuhet dhe me fjalë të ëmbla. Na thot saktësisht kështu, ose me fjalë të hirshme. Fjalimet e tyre duken shumë të mira, kaq të ëmbla, kaq të dashura. Dhe gjithashtu thon fjalë lajkatare. Por vini re se të gjitha këto janë mashtrime. Pse? Këtu na thuhet për qëllimin, që të gënjejnë zemrat e të paditurve. Është një fjalë që nënkupton njerëzit që vërtet nuk mendojnë se ekziston e keqja në këtë botë. Ata që janë naiv nuk mendojnë se ekziston armiku. Ata mendojnë se të gjitha janë bestytni, që të gjitha janë pralla. Prandaj, ata janë naiv ndaj armikut të popullit të Perëndis. Dhe një nga mjetet më të mira që kemi për të jetuar një jetë ngathdhimtare është ky libër. Ruajeni atë, binduni atij. Bini dakord me të. Studiojeni atë dhe zbatoni zbulesën e tij në jetën tuaj. Këtë bën një besimtar I vërtet, një dishepull I Krishtit, I cili e pranon se Ai është Zot. Kështu duhet të sillet ai. Those who are naive doesn't think that there is that enemy, Satan. They think that is all superstition, it's all fairy tales, and therefore they are naive against the enemy of God's people. And one of the greatest tools that we have in order to live a victorious life is this book. Cherish it, obey it, agree with it, study it, and apply its revelation to your life. That's what a true believer, a disciple of Messiah, one who understands that He's Lord. This is how one behaves. Look at verse 19. Le të shohim vargun 19. Sepse të bindurit tuaj, ai po I flet bashkësisë në Rom dhe I thot, sepse të bindurit tuaj arriti kudo. Ja se çfarë kërkon të thot. Kjo bashkësi është, pastaj ai përdor një fjalë shumë të rëndësishme, të bindurit. Ajo që kanë dëgjuar të tjerët, ajo që ata dinë është se kjo bashkësi është e bindur. Tani, a nuk është kjo ajo që duam të gjithë? Dua të them, nuk doni të keni reputacion si një shërbëtor I bindur I Zotit dhe shpëtimtarit ton, Mesias, Jezus Krishtit? Nuk ka gjë më të mirë se të njihesh si shërbëtor I bindur. Problemi është se të gjithë ne, shumë shpesh, nuk duam të bindemi Perëndis, por përpiqemi që ta bëjmë Perëndin të na bindet neve dhe të shkojë sipas planeve tona. Duhet të kuptoni se kur planet tuaja e kanë burimin nga vetja juaj, larg nga ajo që Perëndia ju zbulon, ky plan që kemi ne është një plan mashtrimi. Plani I kujt është ky? Nuk është plani ynë. Ai e ka origjinën nga armiku, që po na largon nga vullneti I Perëndis. Prandaj le të shohim sërish çfarë na thot këtu. Ajo për të cilën njihet kjo bashkësi ishte sepse të bindurit tuaj arriti kudo. Ka arritur kudo. Prandaj ai thot, unë gëzohem për ju. Pastaj vazhdon dhe thot, dhe dëshiroj që të jeni të mençur për të mirën. Jini të mençur për këtë. Këtu mençuria ka të bëjë me të kuptuarit. Unë dua të kuptoj të mirën dhe siç e kemi thënë shumë herë, e mira ka lidhje me vullnetin e Perëndis. Por pastaj thot, dua që të jeni të pastër përballë asaj që është e keqe, asaj që është kundër fjalës së Perëndis. Tani ai përdor gjuhën greke, por përdor të njëjtat fjalë të dhjatës së vjetër në hebraisht. Tov, e mirë, që ka lidhje me vullnetin e Perëndis, dhe ra, ajo që është e keqe, e lig, që thjesht nënkupton ato që nuk janë në vullnetin e Perëndis, që janë në konflikt me vullnetin e Perëndis.
Dhe e vërteta për ne është kjo. Vetëm, dhe dua ta them përsëri, vetëm kur ne i bindemi këtyre fjalëve, duke i kërkuar frymës së shenjtë të jetë mësuesi ynë, duke u lutur me zell që të mund të kuptojmë, duke i lexuar këtë fjalë, duke i besuar asaj, duke pohuar, Perëndi, e di që ky është shkrimi yt për njerëzimin, dhe e di se kur ti na i dhe në gjuhën origjinale, nuk ishte gabime, as papërsosmëri, ishte fjala e shenjtë e Perëndis. Natyrisht, ndërsa është përkthyer dhe është përcjell njerëzve në gjuhë të ndryshme, mund të ketë disa probleme në përkthim, por kur kthehemi te origjinali, zbulojmë se fjala e Perëndis është e përsosur. Teologët përdorin termin pa gabime, që do të thotë se nuk ka asnjë gabim në shkrimin origjinal. It is only, and I want to say that again, it is only when you obey these words, asking the Holy Spirit to be your teacher, praying diligently in order that you might have understanding, reading this word, trusting in it, affirming, God, I know that this is your scripture to humanity. And I know that when you gave it in that original language, no errors, no imperfections, but the holy word of God. Now, obviously, as it's been translated and handed down to people in different languages, there can be some issues with translations. But when we get to the original, we find that the Word of God is perfect. The theologians use the term inerrant, which means there are no errors in the original Scripture. And therefore, he says, look carefully, next verse, verse 20. Now, by the way, prandaj le të shohim me kujdes se çfarë na thot në vargun pasardhës, në vargun 20. Me qëra fjala, ky është vargu i fundit që Pali ka shkruar në këtë letër, sepse ai thot: tani Perëndia e paqes e përsëris se paqja ka lidhje me përmbushjen e vullnetit të Perëndis. Kur ne e bëjmë atë që është e mirë, rezultati i kësaj do të jetë paqja. Dhe për këtë na flet këtu. Dhe Perëndia e paqes çfarë do të bëj? Duke qenë të bindur ndaj vullnetit të Perëndis, ne do të mund të kemi fitoren. Kjo do të thotë se armiku do të mundet. Na thot, tani Perëndia e paqes do ta dërmoj. Tani kjo është një fjalë në kohët e vjetra që kishte kuptimin ta rrëzoj, ta hedh për tokë, ta thërmoj, që diçka t'i kaloj sipër, për shembull një karrocë. Dhe ajo që po na thot këtu është kjo: tani Perëndia e paqes, si do ta sjell paqen? Do ta dërmoj së shpejti Satanin nën këmbët tuaja. Më pëlqen kjo, duke dërmuar Satanin nën këmbët tuaja. Dhe këtë do ta bëj shumë shpejt. Këtë ndryshim do ta sjell me shpejtësi. Tani, nga çfarë varet kjo për sa na përket ne? Që ne t'i nënshtrohemi fjalës së Perëndis. Kur ne e bëjmë këtë, Satani do të shkatërrohet bashkë me agjendën e tij. Atë që ai po bën, atë që ai do të bëj. Kështu shkatërrohen dhe munden planet dhe qëllimet e tij, që janë gjithmonë kundër nesh. Vargu 21. Tani në vargun 21 kemi një autor tjetër. Kush është ai? Është një njeri që është skribi i Palit dhe këtu ai dëshiron të shtojë disa vargje nga vetja e tij. Dhe padyshim Pali do të ishte dakord me këtë. Dhe padyshim edhe kjo është në shkrim, që do të thotë se është plotësisht i frymëzuar nga fryma e shenjtë. Ai thotë se dëshiron të përfshijë Timoteun, i cili ju përshëndet, ai që është bashkëshërbëtori i tij. Gjithashtu dhe Lukën dhe Jasonin dhe Sosipatrin, kushërinjtë e tij, që do të thotë se kanë të njëjtën preardhje. Ai thotë, ju përshëndesin. Pastaj le të shohim çfarë na thot në vargun 22. Thot, unë Terci ju përshëndes. Dhe kush është ky njeri? Na thot, unë që shkrova këtë letër, që do të thotë se ai ishte skribi. Apostulli Paul i tha këto gjëra duke qenë plotësisht i frymëzuar nga fryma e shenjtë, por ishte ky njeri që i hodhi në letër. Ai ishte skribi i Palit. Kemi thënë se ndonjëherë Pali shkruan diçka në fund të një letre me shkrimin e tij. Ai e kishte këtë traditë. Por këtu le të shohim sërish në vargun 22. Ai thot, unë Terci që shkrova këtë letër ju përshëndes në Zotin. Gjithashtu na thot, Gai, mikpritësi im, edhe ai ju përshëndet. Po tregon për këtë njeri, për Gain, që është edhe mikpritës i mbar kishës, që tregon se ai ishte një njeri shumë mikpritës. Dhe le të shohim çfarë na thot në mes të vargut 23, ku përmendet një tjetër individ që quhet Erasti. Edhe ai i përshëndet. Kush është ky njeri? Erasti. Ai është arkëtari i qytetit. Pra, ai kishte një rol të rëndësishëm si menaxhues i qytetit. Dhe zbulojmë se ai ishte besimtar. Dhe pastaj e përfundon me një tjetër individ, që është vlla Kuarti. Po thot se ai është vlla në Zotin, për të cilët ata ishin në dieni. Pra ai i përshëndet edhe ata. Here, look again, verse 22. He says, and I, Tertius, greet you, the scribe of the epistle,
in the Lord. And he says also, Gaius, my host, he greets you. And speaking of this man, Gaius, he is the one who's also a host of all the congregation, meaning he is a very, very hospitable individual. And it says, look at the middle of verse 23, another individual by the name of Pra, kemi letrën e Palit drejtuar Romagëve dhe shohim individ të cilët kanë qenë një bekim për Palin, duke e shkruar këtë letër, duke përdorur gjëra të ndryshme për t'i qenë ndihmë Palit, në mënyrë që kjo letër e drejtuar Romagëve të mund të arrinte deri tek ata. Dhe pastaj autori, për veten e vet ai thot atë që Pali tha më herët. Shikoni vargun 24, ku edhe ai thot: "Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë." Do me thënë, qoftë me të gjithë ju. Amen. Tani vargu 25, në vargun 25 kemi atë që ne e njohim, kemi atë që njihet si bekimi i përmbylljes. Disa do të thoshin se ky është një bekim i përmbylljes së Palit, të cilin e kishte përgatitur dhe Terci, thjesht ka shtuar disa vargje të tija. Pra, sido që ta zgjidhni ta kuptoni këtë, është një bekim përmbyllës biblik që gjendet në fund të librit të Romagëve. Dhe ja se çfarë na thot. Dhe atij që mund t'ju forcoj juve. Tani më lejoni që t'ju bëj një pyetje. A dëshironi forcë shpirtërore? Ai do të na tregoj se si ta kemi. Dhe atij që mund t'ju forcoj juve sipas ungjillit tim. Tani për shkak se thot ungjillit tim, unë besoj se këto janë fjalët e apostullit Paul. Arri në këtë përfundim sepse Pali shpesh fliste për ungjillin tim, atë që ai e mori drejt për drejt nga Jezus Krishti. Prandaj ai shkruan, sipas ungjillit tim dhe predikimit. Thelbi i ungjillit të vërtet ka të bëjë me predikimin e Jezus Krishtit, duke e predikuar atë, duke zbuluar personin e tij që është biri i Perëndisë, por gjithashtu veprën e tij si shpëtimtar, sipas zbulesës së misterit. Çfarë është ky mister? Krishti që u kryqëzua, Krishti që vuajti, që Perëndia vetë do ta shikonte gjendjen e vështirë të njerëzimit dhe që Perëndia do të merrte trajte njerëzore, në mënyrë që të kryente veprën e shpengimit. Pikërisht për këtë po flet ai këtu dhe se si kjo lidhet me predikimin e Jezus Krishtit. Sipas zbulesës së misterit. Çfarë misteri? I njëjti mister që kishte qenë i fshehur për kaq shumë kohë, që nga kohët e lashta. To the one who is able to make you strong according to my gospel. Now, because it says my gospel, I believe that this is the words of the Apostle Paul. Now, I come to that conclusion because Paul frequently spoke about my gospel, the one that he received directly from Messiah Yeshua. So he writes, according to my gospel, and the preaching, the focus of the gospel, the real gospel, is about the preaching of Messiah Yeshua. Preaching him, revealing his personhood, who he is, the Son of God, and also his work as the Redeemer. Vargu 26. Ky mister që kishte qenë i fshehur që nga kohët e lashta, por tani ai thot, por tani u shfaq e u zbulua. Vini re se çfarë na thot, me anë të shkrimeve të profetëve. Kur shikojmë shkrimet profetike, ne shohim se ato na drejtojnë te Krishti që vuajti. Ne mund të mësojmë shumë për personin e Krishtit dhe veprën e Krishtit përmes profecive. Kjo është ajo që na është shpallur neve. Dhe kjo është arsyeja pse unë gjithmonë e theksoj dhe inkurajoj njerëzit që të studiojnë profecitë. E lexojmë edhe një herë. Por tani u shfaq e u zbulua me anë të shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë të përjetshëm. Cili është ky urdhërim i lashtë? Ai po flet për besimin, për atë beslidhje që Perëndia bëri me Abrahamin, se si Perëndia i sjell gjërat në vendin e duhur përmes besimit. Dhe çfarë është besimi? Është përgjigjja ndaj së vërtetës së Perëndisë. Besimi dhe e vërteta. Ne kemi folur shumë për këtë, ato janë të lidhura me njëra tjetrin. Sipas urdhërimit të Perëndisë të përjetshëm. Vini re se çfarë është e rëndësishme për Perëndinë. Ne jemi shpëtuar me anë të hirit, por ai na thot për dëgjesën e besimit. Kjo na tregon se besimi sjell bindje në jetën e një personi. Pra ekziston ajo e vërtet profetike që ishte e fshehur, por tani është zbuluar në mënyrë të përsosur në Krishtin Jezus. Dhe përmes kësaj, përmes tij, ne mund të fillojmë të tregojmë besimin. Atë bindje që vjen nga besimi. Dhe ai thot, dhe u njoh ndër të gjitha kombet. The commandment, that ancient commandment of God. What's that ancient commandment? He's speaking about faith. That covenant that he made with Abraham. How God brings things into order by faith. And what is faith?
responding to the truth of God. Faith and truth, we've spoken about this much, they go together. So the eternal commandment of God for, notice this, what's important to God? We're saved by grace, but he says, for the obedience of faith. This tells us that faith brings about obedience in a person's life. So there's that prophetic truth that was hidden, but now revealed perfectly in Messiah Yeshua. And through that, through him, we can begin to demonstrate faith, that obedience of faith. And then he says, this is for all the nations, having been made known. Verse 27. Vargu 27. Dhe në vargun 27 ne e përfundojmë librin e Romakëve me një deklaratë të mrekullueshme. Është një varg lavdërimi, dhe ai e përmbyll këtë bekim përfundimtar, ku thot: Perëndis të vetmit të ditshëm. Tani kuptoni diçka. Perëndia është i urtë. Krahasuar me Perëndin, unë nuk di asgjë. Prandaj urtësia kërkon që nëse e di se Perëndia është përjetësisht i urtë, plotësisht i urtë, atëherë unë do ta dëgjoj atë. Ai e di atë që unë kam nevojë ta di, dhe ai e komunikon këtë përmes fjalës së tij, përmes fjalës së tij të përsosur, pas një gabim, Perëndis të vetmit të ditshëm. Si e njohim këtë Perëndi të urtë? Përmes Krishtit Jezus. Dhe kur jemi në Krishtin, ne mund të bëjmë atë për të cilën u krijuam. Vini re se si e përfundon. I qoftë lavdi në përjetësi me anë të Jezu Krishtit. Amen. Kjo është ajo për të cilën jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Të jetojmë një jetë ku jemi shpëtuar nga hiri, përmes asaj që Perëndia ka bërë për ne, në personin e Krishtit dhe nëpërmjet kryqëzimit të tij. Por ai nuk vdiq përgjithmonë. Ai u ringjall prej së vdekurish. Vdekja e tij ishte e përkohshme. Ai e mundi vdekjen, në mënyrë që ne mund të kemi jetë. Një jetë të vërtet me të cilën Perëndia është i kënaqur. Jetën për të cilën jemi krijuar që të jetojmë. Një jetë që jep lavdi atij. Dhe kur ne shtrohemi fjalës së tij, ne jemi në këtë rrugë drejt lavdisë. That gives glory to him. And when we submit to his word, we're on that pathway to glory.